Duke qenë se ndodhemi pranë nisjes së fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit, në shumë media kombëtare ka nisur publikimi i sondazheve mbi rezultatin e mundshëm të datës 12 maj. Në një sy të përgjithshëm të këtyre sondazheve, situata mbetet në favor të partisë në pushtet, PS-s, me numra që ndryshojnë me përqindje plus minus 2 deri në 4% në varësi të medias që prezanton sondazhin. Pavarësisht pretendimeve të palëve mbi këto sondazhe, ne ju drejtuam inteligjencës artificiale për të bërë një analizë parashikim mbi atë që mund të jetë rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në Shqipëri. Se si do të jetë rezultati i zgjedhjeve dhe sa deputet do të marrë secila parti, pyetëm aplikacionin Grok, asistenti inteligjent AI Chatbox, i krijuar nga kompania X e miliarderit Elon Musk. Sipas inteligjencës artificiale, 4 do të jenë faktorët që do të përcaktojnë fatet e zgjedhjeve të 11 majit në Shqipëri, ku faktori kryesor renditet vota e diasporës. Sa i takon ndarjes së mandateve, inteligjenca artificiale parashikon Partinë Socialiste me 65-75 vende në parlamentin e 2025-s. Partia Demokratike, sipas inteligjencës artificiale, mund të sigurojë 50-60 vende nëse bashkohen dhe mobilizohen në mënyrë efektive. Megjithatë, thekson se ndarjet e brendshme mund ta kufizojnë atë në rreth 50 vende në parlament. Partia e Lirisë mund të fitojë 3 deri në 5 vende. Partia Socialdemokrate ka të ngjarë të marrë 2 deri në 4 vende, ndërsa lëvizjet e reja si Lëvizja Bashk, Nisma Thurje mund të fitojnë kolektivisht 2 deri në 5 mandate. Sipas inteligjencës artificiale, PS-ja do të fitojë zgjedhjet e 11 majit, edhe pse e dëmtuar nga akuzat për korrupsion dhe arrestimet e zyrtarëve të saj. Në rastin më të keq, sipas Grok, do t'i duhet një koalicion. E vetmja mënyrë që mund të ndryshojë komplet rrjedhën e këtyre zgjedhjeve, sipas inteligjencës artificiale, është nëse shpërthen ndonjë skandal i madh në qeveri.